pse kanë këto vota? Se ka më pak shqiptar, ka më pak votues, ka më pak shpresë, sepse ai ka vrarë shpresën. Domethënë, ka shumë e madhe tjetë sigurisht është demotivimi. Në studiot televizive normalisht diskutohet si ky 200 mijë si njerëz të cilët kanë preferuar të mos votojnë. Pra, e para është emigrimi masiv, e dyta është demotivimi i votuesit, sepse regjimet këtë bëjnë. Pra, në demokraci, në oaz të vogël demokratik në thojza, me shumë thojza që lajnë të hapun, ata demotivojnë votuesin për me shku në votime. Pra, e kanë qartë që nuk mundën me bindë asken për një realitet tjetër përveç se kanë të bëjnë me një qeveri të keqe, dhe mundon me delegitimu opozitën duke e reduktu si diçka të ngjashme me këta që janë në pushtet. Dhe këtë ka bërë prej 12 vitesh dhe kthehena tek manualet antipropagandës që ne kena bërë fix me aty këtë. Ndoshta këtu unë jam pak kritik ndaj Partisë Demokratike sepse nuk e ka trajtuar më rëndësi sa ne kena dhënë si departament manualeve të antipropagandës. Ata do duhet të ishin shpërndarë që në momentin që janë përllu nga departamenti Brengen në çdo seli të Partisë Demokratike dhe me kanë shpërndarë në çdo militant, në çdo antar të Partisë Demokratike si armë për me mujt propagandën që kanë ndërtu. Dhe sot kena votues më pak, patjetër, sigurisht që është emigrimi masiv që nuk figuron tek shifrat e Instatit, por është edhe demotivimi që bëhet votuesit pikërisht për këtë arsye që unë po them. Pra, ne kena krijuar një narrativ që këtu janë gjithë njësoj, si ja vlen me marr pjesë në votime, dhe kjo është një prej formave që shfaqet diktatura ose regjimi. Pra, demotivimi i votuesit.